Shija e anës mundësohet nga Ciao Alberto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Sot do bëjmë një risotto super kremoz, fiks për festa me ngjyrë të gjelbër. Dhe tani japim një sheki gati të fundit, sepse do i shtojmë gjalpin edhe parmigianin. Mamma mia. Mamma mia, eh? Mamma mia. Era parë në Kosovë me thënë të Ja, s'ka emision, shikus, marketing. Gëzuar. Gëzuar? Mirë se na erdhe. Tre ditë të pasta. Po, unë jam ka pasta. 2025 nuk ka qenë fort i mirë. Oh. Një, du, tre. Knatësi shikues, mirë më gjesi që po takuam edhe një të djelë, mirë më gjesi diaspor, nga do që përna ndisht një këto momente, jemi në muaj dhjetor, një muaj tjetër festiva, një muaj festave të fund vitit, muaj fundit i vitit 2025, kur do të thoshte që ka të shpejt do t'i këte ky vit paktën për mua ka qenë si 5 muaj ky vit, 2025, po shqyqër po e preki hundën, me shëndet kemi qenë mirë dhe gjithka ka shkuar mirë. Për dikë muaj dhjetor është muaj lumturie, për dikë jo edhe aq i mirë, sepse dështë keni humbur dikë nga anëtarët e familjes dhe mërziteni, por ne me shijen e anës për 25 minuta, kështë të thonë, po jo po, për 55 minuta, 60 minuta bashkë me marketing, do t'ju knaqim dhe disponojmë. Jo, rasisht të futa me ujin më të mirë, shqiptana, uji Tepelen, sepse one do njëherë zgjohem edhe futem në gjirime edhe haremi pi uj. Më bëftë mira, edhe ju që jeni zgjuar, mos e nise ditën me lëngje po me uj, sepse uji është i vetmi burim që neve na hidraton dhe t'jep fuqi uji, A i keni mendu ndonjëherë që keni haru me pi ujë edhe s'po ndjeni mirë edhe kur e pini ujën është ilaç në vete. Po du me falenderu Adelin Selmani për flokët dhe grimin, falimderit Adelin që më zbukuron si gjithnjë. Falimderit Ciao Alberto dhe Franke krejt ju diaspor që po vini në Kosovë vendlindje, dëshironi ta renovoni apo t'ja rregulloni familjarëve t'ju i prindve, ndërsa banesën me ndonjë mobilje, e janë në Ciao Alberto me kuzhinat më të mira vendore dhe mjaft të lira me çmimet promocionale vetëm në Ciao Alberto Made in Kosova. Ponti, Monini, Garof, Fariopastat, Scotti, Orizi, më i mirë, italian, por para se të flasim për drekën sot, them ta përshëndesim Flom Flower Shop që jep jetë gjithmonë emisionit ton, sot me trëndafila, ja. Janë të jo reale, po janë të vërteta, ja, sa të bukra janë. Dikush nga ju po ishen shtëpit të pembe, por unë ju të regoj që janë të vjollëse. Thojnë anën e pas kanë shuzyme. Sot kemi orez, se do të dikush që risotto. Orez, po të orez, po në mënyrën italiane, me orizin më të mirë italian në vend, Scotti, do të gatuhet një risotto, por e mira është që më erdhi dita, më erdhi dhe mua dita që sot se u hap kjo derë këto, që sot unë s'do gatuaj, sepse kam një super të ftuar i cili do gatuaj për ne, është vetëm 24 vjeçar shikues, dhe në moshën 16 vjeçare do të fillonte të gatuante. Bëhet fjalë për mirditorin, për simpatikun, për energjim pozitive. Gjithçka për të shpërtheu në karantinë, kur u mbyll gjithçka dhe se kam telefonin këto, po i vetmi mjet që ishte në atë kohë që ne
24 orë kalonim, ishin rrjetet sociale, sidomos Instagrami. Dhe aty ky mori bujën e madhe, ku tashmë njehet edhe si buçko. I ka shumë karakteristike ato video, sepse thotë sot do ta presim cak, e tak, po ja dëgjoj zonin, po rrin atje. Po qa po pret foto? Ja, surpriza për ty sot, se bëll ke gatu dhe ti, kështu që sot më le mu ndorë guzhinën ti, vetëm me pa. Ua, ke arë me kapel. Fix, me kapel, si baba gjysh, si një dhurat për ty, se tash edhe ti, zonjat nga njëherë du të punojnë e du të gatuin, po jo gjithmonë du të gatuin vetëm zonjat. Pasha zotin, po, faleminderit shumë, atë për qafaj një herë. Si jo, faleminderit shumë që erdhe. Edhe për mua shumë knajtësi të jem në Kosovë. Po më vjen shumë mirë, kur ke qenë herën e fundit. Nuk kam qenë është hera parë në Kosovë, me thënë të ja, s'ka emision, shikus, marketing. S'ka qenë Kosovë asë një herë, po ti e mirë? Eja. Kam qenë vetëm në live transmission. Po si s'ka arku në Kosovë ti? Kam qenë Kosovë, po jo në misione sot ja po si? Unë i kisha për tokën në Kosovë. Për tokën në Kosovë. Jo, në Kosovë unë kam qenë këtu, po në misione është hera parë që vidëm. Okej, atëre kam knatësi që sot e kemi buçkën, po e që e shumë të njojnë si buçko. Po, buçko janë gjitha vetës, ja ku e kam dhe këtu. Me tigana, buçko. Tash me tregune ty diçka. Ja pra ku i ka këtu fërteret. Tash do të tregoj diçka. Po. Që fjala tigan nuk qenë nga fjalë shqipe. Jo. Fjalë shqipe është fërterja. Po ne edhe në Mirdit i themi fërtere, i themi. Fërterja është fjalë shqipe, bravo Mirdita. Po, bro, tigan është fjalë slave. Ashtu, ha? Po. Nuk e disha këtë. Asun se kam ditë, më ka korrigju një zonjë që e falenderoj shumë. Unë jam rrit duke i thënë fërtere. Po ajo më tha, e di, tha jo, anta që nga Shqipëria, tha shumë po i thonë tigan, pastaj edhe ne i kemi përvecu duke mendu që është Shqipe, po është fjallë slave, kështu që ta them që ta hiqësh. Vazhdo me fërterën, ashtë si qeri. Kemi me folë shumë për ty. Jeton në Itali. Ku në Itali? Në La Spezia të Italisë. La Spezia. Në Liguria, po. Do të me mësu në italisht dhe ma donë, edhe nuk e di italishtën. Nuk e di. Që 3 vite jem nisë me mësu, 2026 po jalo vetës u ti ma donë. Nëse nuk e mësoj shikues si vjetë, nëse s'kthejem sezonën tjetër, një sezonën, mas 2 sezona, tetor, me disa fjallë italisht që s'flasë, po e lë këtë emision, sinqerisht. Ka shku atje për shkollim? Ngeli, a? Ngeli atë. Ngelis, s'ke faj. Pëlqeu Italia. Të pëlqeu, është e bukur, dhe klimën, vërtet. Italia është nga vendet të bukura, pse më thënë? E vërtet, po pra, edhe ka klimën, edhe që po thu ushqime, një prej ushqimeve më të njohura në botë, po edhe më të lehta. Unë befasom se të më thënë dikush që s'di ta bëj një pjatë pasta. Si mos ditësh të bësh vezë, po të thash vetë do zish pastat. Po çka ka pasta, do hedhësh pastat aty, do bashkosh 2-3 gjana bashkë. Do futemi në kuzhinë, se u hap kjo prapë, shikues. Ai po ikim në kuzhinë. Atëherë, ja ku kemi këto gjithë përbërësit për recetën sot. Do bëjmë një recetë jeshile. Fix. E gjelbër. A di që fjala jeshile është fjallë turke? Edhe kjo. Jeshil boja së gjyra e gjelbër. Edhe ti e vesh një është edhe ma bukur. Po, është fjallë shqipe. Shqipe e gjelbër. Kemi turshizma atash. Edhe nga italishtja e... Pengjere. Kemi vroshë kus 2 pengjere. Kemi qepën e kuqe, do të gatuajmë një risotto. Granata lotësjelce, jo qepën e kuqe. Si thuate? Granata lotësjelce. Ky ka do fjallë shumë interesante. Hajde shpejt, sepse do të shkoj me një blok marketingut, shikuar, do të kthehet Gledisi do gatuaj për neve sot. Kinse je duke bë xhirim në Instagram. Në Instagram. Hajde, që shi thu kështu cak, si që thot, hajde për shamu. Po, presim granatën lotësjelce tak, ose cuf, më barë si nga vjetë. Do e shtojmë tek tigani, ku do e skuqim me pak vaj. Po, ma mos fillon e herë. Nuk do të me filluar. Po, jo s'ka lidhje, a thashtë më shkojme marketing. A pëshe shqip s'kuptohemi shikues. Uj të pelena, ke pindo njërë? Jo. Jo? Pas uj të pelena, s'ka pi shikues. Provaj pra ujnë më të mirë shqiptarët. Rreth 30 vite. Rreth 30 vite në treg. Po ta jap këtë ujë, sepse do gatuash, edhe të vynë ujë gjatë punës. Ujë duhet gjithmonë, sidomos për ne guzhinierë që punojmë gjithë ditën. Jam shumit me kohë. Shikues, do të shkojmë vetëm me një reklama. Do të shkojmë me një reklamë dhe do të kthehemi sepse Gledisi sot do gatuaj për mua dhe për ju. Do ta mësojmë një recetë
për këto festat fund vitit. Patjetër. Një risotto super kremoz, që edhe ti tani e tutje do i bësh risotto si italiane. Unë i bëj ti se dhe Voilà. Më fal. Dhe s'panaj s'ka po. Tash ju bëhet dhe nona risotto. Po, atëherë të përmarr kritika. S'ka lidhje. Hajde të shikuzo, po shkojmë me reklama, mos ndroni kanonin këtë shpejt. Shkojmë me reklama, kthehemi shumë shpejt, mos lëvizni nga divani, Atëherë, tani jemi të momenti i recetës ku do gatujmë për anën, sepse, si që thamë dhe parë, bollka gatua jo, ti gatujmë ne gjatë dhe ne, duke qenë se kemi arë në Italia. Sot do bëjmë një risotto super kremoz, fix për festa, me ngjyrë të gjelbër, dhe t'i japim pak atmosferën e festave gjithë njerëzve. Këtë risotto du t'a provoni dhe ju në shtëpi, sepse është shumë i shëndetshëm dhe shumë i mirë për t'a bërë dhe du t'a provoni me do e mos, dhe verdiktin do t'a jape pastaj Ana, do të më besoni. Çfarë na duhet për këtë recetë? Do na duhet një grenat lotësjellse që kemi atë tigani, pra qepën e kuqe të grirë imtisht. Do na duhet pak ujë për të zier spinaqin, gjalp yndyrën e lopës, djath parmezan të grirë ose tallazh djathi, lëngun e perimeve, kemi risotton më të mirë italian Scotti, që më i miri për risottot është arbrorio. Edhe tani do marrim nga vaj mëny, që do ja shtojmë pak grenatës lotësjellse. Okej. Ndërkohë që uji këtu po vlon, do t'i shtojmë pak krip. Dhe do shtojmë spinaqin. Voilà, tek hidromasazhi që kemi përgatitur. Ky është një hidromasazh për spinaqin. Okej. Voilà, do lëm të zihet për 10 minuta, ndërkohë ne do merremi me zierjen e orizit. Dhe tani, pasi grenata lotësjellse po skuqet, dhe do marrim orizin më të mirë, Scotti, përsëri, edhe do ja shtojmë grenatët lotësjellse. Ke shumë uri, Ana? Shumë! Okej. Ja, tani do lëm të skuqet pak orizi dhe më pas do i shtojmë nga lëngu i perimeve që kemi gati. Dhe tani, kur orizi të jetë aq i nxehtë sa mos ta mbajmë me dorë më, i shtojmë brodën. Dhe lëm të zihet. Për një risotto të mirë, duhet t'ja shtojmë gjithmonë brodën avash avash. Ndërkohë që thithujnë, vazhdojmë dhe i shtojmë brodët derisa risottoja të bëhet, të mos zihet sigurisht shumë, do t'jetë al dente. Dhe në fund do t'i shtojmë djathin parmigiano, gjalpin edhe kremin e spinaqit që do të shikoni pas pak. Voilà, spinaqin e kemi gati. Dhe tani do e kalojmë këtu dhe më pas do e torturojmë pak me frulusin. Një frulim të shpejt. Okej. Tani do i shtojmë pak vaj edhe krip. Shkatrimin e veshkave, po pak fare. Okej, dhe tani kalojmë te torturimi. Okej, voilà, dhe kremin e spinaqit e kemi gati, t'i hedhim dhe një sy risotto se mos po na diqet, se pastaj kush e di Ana na çon për Shqipëri, pastaj nuk na pranon më në Kosovë. Atëherë, risotton e kemi pothuajse gati dhe tani do t'i shtojmë direkt kremin e spinaqit. Voilà. Dhe tani japim një sheki risottos tonë dhe t'i shtojmë dhe për herë të fundit lëngun e perimeve dhe më pas
do i shtojmë pak djath, e grin që kemi aty, edhe gjalpin. Dhe tani japim një sheki gati të fundit, sepse do i shtojmë gjalpin edhe parmigianën. Shikoni pak ngjyrën. Në fund fare do e fikni dhe do i shtojmë gjalpin mundin e lopës. E shkreta lopë, shumë mundohet bëj gjalp. S'punë me hap të sërtarë tana, do vishtëm një mosh pak mu këtu, apo qëngën me të. Një tik vogël, shumë faleminderit. S'desha me të lodhë me thënë drejtën, po mund gjithë, erdhe, jetë kritikut. Hajde. Okej, tani mund ta fikim pak, tani se kemi gati. Po. Ullim pak temperaturën. Okej, në mesatarë, shikues. tani do i shtojmë mundin e lopës. Shumë i mirë për gjalpi. Më e mira, më. Okej. Edhe parmigiana. Po, edhe parmigiano duhet. Si duket. Vdes për parmigiano. Buke parmezan, buke Ashtu, djath, buke domate. Në pasta e përdor shpesh? Desune. Hajde Ana, një sheki të fundit. Hajde. Shekit me kondrekit. Hajde. Okej. Hajde caki. Vazhdoj, jepi. O, sa e Voilà, mira. shiko çfarë kremoziteti ka marrë. Ti japun një të fundit sheki për hajde, merak. hajde. Ta shkun ta tund mirë. O, shikoni kur formohet kjo vala e detit si themi në onde, orizi është gati. Okej, tani do të servirim pjatë edhe të ulemi dhe ta shijojmë me anën. Ky pra miq të dashur është kremoziteti që do të ketë një risotto. Dhe tani e kemi gati për të servir në pjatë. Voilà, momenti im i preferuar. Wow, shikoni si bjen poshtë. Voilà, tani këtë jetë sepse do haj edhe pak anë, apo jo? Voilà, shikoni si bjen këtë risotto, tani t'i japim një thjesht, bukur, pastër, pa gabime, një risotto me spinat që për këto festa duhet ta bëni së s'bën. Tani vjen Ana që ta provoj. Jap dhe kësaj, shikues. Ja, s'është reale. Nuk është reale, ha? E gjelbër, fix për festa. Më fal, sepse kemi një reklam para se të ham. Po e marr një piru, shikues, më falni. Ja, një për mu dhe një për ty, se do të caki do haj. Shikues. Hajde, ja, prek, nga këtu. O dhe unë gjithmonë e them, 1, 2, 3. Do ta zhysim pirurin, ja kështu. Farë teksture, bravo. S'kom qare për agrabu? Kujdes, mos u djeg. Jo, hajde. Mamma mia. Mamma mia, eh? Mamma mia, e pas ke qa. Të thash, eh? Wow. Qëngën bravo për rizotot. Tashi priten pasta të radhën tjetër. Thuj shikuzve. Shikues, jo thuj shikuzve, po shkoj me një marketing, vetëm me një reklam. Okej. Të kthehemi shumë shpejt për të shijuar këtë perlë, të lumshin duart. Wow. Bëft mirë. Me s'po pres me komentu ma shumë. Shikues, dhe sa mu rikëthyjem, ja pushiet, pjata ime, papa. Me shqiprit a juve, qive unë atë shumë e du parmezanin. Qa do i hedhesh dhe pak sipër? Edhe ty po ta hedhe pak se gjuna. Po gjuna do ta hedhin. Ta hedhish një pikë. Shumë pak. Që shumë pak ty? Për mu ma shumë shikues. Ja, pak. Hajde saki. Shikues, si tash ma herët. E kam thënë edhe shumë ma herët që risottoja gjithmonë pra duhet ta zhysim ja kështu. Dhe çka ndodh pastaj? Pastaj e ham. Ja, kështu. Të letis, gegaj. Njësët e 4 vjeçare nga Mirditori. Më falni shikues që po foli duke ha, po e pas këtë qa. Unë të gjithë të ftuarve të mi ju them të vinë unt. Unt i vjen i uritur. Po, e kuptoj. Mos me hangër që me shiju pjatën, ndërsa unë sot e mora rolin e të ftuarit tim. Erdhe ti unë shumë. Erdha shumë.
kjo nuk po më del, por po më vjen shumë mirë që erdhe të këshia, të na gatove një pjatë, ke qenë viral në ko karantine, kretë ju shikues që nuk e keni në Instagram, Gledis Gegaj, ja shini edhe videot edhe me fëmijë ka pas video plot që bën ko paskojnë natyrë, etj. Ku i gjeta ato shprehje? Hajde, cak si ishin, hajde? Në fakt ishte diçka që targetoj edhe pak publikun, pra, edhe rinin, të thitja edhe... Po karantinë, mbyll kur ishim. Po, hajde. absolutisht. Ishte doja gjej një humor që të përfshiheshin pak a shumë gjithë të videot e gatimit, edhe pse jo të mësojnë diçka dhe të gatojnë dhe ato. Sepse sot rinia nuk është se kanë shumë shef gatimin. Ama tash ka hi trend, po ju pëlqen. Do të mësojnë se s'bën, se s'kan ka shkojnë më atë. Po, pra. E vërtet. Vërtet. Edhe kështu lindi në fakt, doja të bëja diçka pak më fani që të jetë pak argëtuese, pak siç jam unë në jetën reale. Po pra, je shumë pozitiv. Po t'ja pak ujë, sepse ujë duhet pas risotto, sa ujë të perin shikues, ujë më i mirë shqiptar, të konsumojmë produkte vendore, të pim ujë shikues. Ujë sa më shumë, ujë dhe vetëm ujë. Pi ujë ti? Ujë pi unë, me ato po do pësohem kote e funit duke pi ujë. Me qëllim po e bën apo pa qëllim? Me thënë drejtën kote fundit, po bëj dhe pak me qëllim. Okej. Kam heq pak ato pjetë e gazume. Mirja, ke bon, se unë po ham, falj. Po, vazhdo. Cila është risottoja më interesante? Ka bërë diçka me gështenjë, shikues kohën e fundit? Po. Ishte risotto me gështenjë? Me kungull, gështenjë dhe pancet. Ajo ishte... Unë do me thënë, jam shumë i pasionuar pas risottove dhe pastave. Mirë, të du, me qëti me qërë pak. Atë shpesh bëj risotto edhe pastan, po jam vetë shikuesit, jam vetë tëftuarit që kur i pys, qa po dëni mi u gatu, jo pasta, jo risotto, jo kështu. Në shkrovi një kështu. O jo, në tha, veç makarona, tha, edhe resta din me bua. Kë preferojnë më shumë, orizin apo makaronat? Pasta. Po dyjat. Risotto në mu eks, shkoj për shikusja, caki, iko. E lave. Shikues, duhet, okej. Tash po ta jap ty sepse kemi shumë për të folë, Okej. Po thomë, do ta lëm të hënë, po çfarë hëngri pja marrë që të pak, më vjen keqa. Mo të prit me unë e gatuj prapë. E keqa. Do bësh dhe ti apo jo këto? Të recetë, do provash. Do ta modifikoj, sepse shikuesit është ta mësojnë nga ti. E kam pa, kur unë kam tëftuarit, Po. I them atyre me fjalët e tuaja, më thonë shikuesve, a ja vlen, a nuk ja vlen me e gatu këtë pjatë. Tani ma bëjti mu këtë pyetje dhe unë po drejtohem e pastaj kthehemi. Okej. Ana sipas te ja vlen kjo pjatë ta gatujmë apo jo? Okej. Qefin s'ko me ta bo. Ja, kjo të regon që ti këtë pjatë e ke qatë fare. Më bëhet qefi shumë që të Kemi vetëm 200 gram spinaq shikues, një reset shumë e lirë, e thjesht, e mirë për gjepin e gjithë secilit. Ne në Kosovë bëjmë byrek shumë pite me spinaq, edhe orizin me spinaq ku dominon spinaq edhe jo risotto në këtë formë që e bëre në blender. Unë të përgëzoj për këtë recetë. Faleminderit shumë. Atë blenderin e kam bezdime e përdor, po shikus ko me fillu edhe me bo gjana pak më inovative. Patjetër. Sepse shumë shpejt edhe ndryshe. Faleminderit që na solli një pjatë me ngjyra në këtë muaj festiv. Po shkojmë pra shikues me një reklam. Mos ndroni kanalin, qëndroni me Klan Kosovën dhe shiheni në anës. Jemi me Gledis Gegaj, i njohur si Buçko. Buçko. Se desha me pyet trega. Okej, kështu Buçko. Na ma ka shku tash, s'ka se e do mësu. Po, vërtet. Do të kthehemi, po para se me shkojmë, po t'jap 2 dhurata. Shumë Ka mende, po t'jap 2. 20% zbritje nga Ciao Berto, ku jemi këto në showroomin e Ciao Bertos, dhe 25% nga teknika më e mirë franke. Faleminderit shumë. Për ndryshe, ja të çoha, pa. Për ndryshe, nga Argo Grupe, ke një verë të kuqe, mund ta hapësh, një super shishe, një verë e kuqe nga Tikvesh Babuna. Hajde me qenë se je kuzhinier, me cilën pjatë do me ndosh ta hapësh dhe ta degustosh këtë verë? Po sigurisht me ndonjë risotto, po këtë ndoshta do bëj risotton të kuqe, po, do bëj atë risotton milaneze që po flisim para. Milaneze me shafran është e verë, po?
Po s'ka lidhje. Kuqe. Një risotto kuq. Po mund ta bëjmë me Unë e kom një ide. me barbabietto le që s'po vjen shqip. Po shqipa jo barbabietto. O, ftof shikues. Po jam ftof pak me të drejtën sa herë në Shqipëri më zuni gripi. Barbabietto janë këto lejla që thash Panxari. Panxari. Po mbite panxari. Jo, po unë po ta jap ty një ide më të mirë. Ta bësh me rrushin e zi. Ashtu? Nuk e kam provuar. Kuqe, me rrushin kur ta bësh, mos haro me përmend. Ja, po ta jap unë ty. Do ta provoj sa tik më. Le panxarin e kam bë krejt që unë mendova për vetë. Do ta provoj me këtë verën, do ta sfumoj pak me këtë verën këtu. E rrushi kuq. E sfumoj sa Preje në mes rrushin e kuq. Edhe ajo edhe do të jetë shumë e bukur. Ma far ide. Super ide. Mos e ndroni kanalin. Kthehemi me Gledis Gegaj, kemi për të folë shumë shikuesa. Do të na zbuloj se si shkojnë në Itali, edhe ngeli atje, moshën 16 vjeç që ike. Po. E u ktheva këtu e ika. Gurbet i zi, po jo, s'është i zi, sepse ti e ke jetën e mirë atje. Po, patjetër. Ka qenë le të themi Italia më ka hap mundësin ku jam edhe tani këtu, ndoshta. A mos fal më shumë, se kthehemi pas reklamave. Çfarë po i thua? Çfarë po i thua diasporës? Ata të cilët kanë ndoshta që 40-50 vite janë jashtë apo 20-15, çfarë po ju thua? Po ju them që hajde dini nga herë nga Shqipëria. Mundësisht jo pak, po shumë rrallë, sepse Shqipëria do është e jona dhe është e bukur. E Kosova? Ti që kjo arvish njerë në Kosovë? Ftoj edhe në Kosovë? Po patjetër që edhe në Kosovë, normalisht. Që Shqipëria, Kosova janë një bashkë të ti. Marketing. Gledis, kjo është një orë e zallit. Okej. Ti ndoshta se din që a zalli, po rëra. Po, e di zalli. A e di zallin a? Zalli, ne zalli themi lumit, apo jo? Jo, zalli o rëra. Rëra. Po, s'ka lidhje. Ne zalli themi, Okej. po ikim zall mula. Apo ajo, na nuk lavin zall se grifëmi. Kur e shë këtë orën e rërës, zalli. Zalli. Çka të bënd mendosh? Kohën. Vetëm kohën. Për ty e ndes ikën koha se ndet 20-at shikus ka dalë i shkon. Shkon ka dalje? Po, 20-at është ka dalje. Pasaj 30-ave shkon turbo diesel. Madje 40-at, 50-at u... Po më duket sikur po ecën shpejt edhe tani. Apo? Po. Ndoshta që ti je shumë aktiv, ndoshta për atë arsye. Ndoshta. Kemi shikues që sapo janë zgju. Po i themi mirëmëngjese. Mirëmëngjesi. Kemi diasporën, për ju që nuk e keni taku më herët Gledis Gegaj, një kuzhinjer pasionant, nga mosha 16 vjeç që ka fillu, ka lënë mirëditën, e kemi mirëditor dhe ka shkuar drejt Italis për studime, për të përfunduar shkollën e gatimit. Para se të fillojmë dhe bëjmë një gëzuar me Kronbach, është një pije, më the që ke pi shumë të gazuar, por nuk dia ke provu nga kjo, është një kombinim nga Kronbach shikues, ku e kemi kolën dhe orange, kemi dy shije shumë interesant. Ja gotën se e harova. Okej. Interesant. Pre, ta bëjmë gëzuar. Gëz. Gëz, se e derdha unë e këtu. Kena më gëzu shikus. Ja, kështu. Versionin e keqe. Po pra, ja, kështu. Hajde gëzuar. Gëzuar. Mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Shpesh na vjen Gledis si shikues në Shqipëri, por sa ka orë tash më ka premtu që ka marrë në Prishtinë dhe erdha. Erdha, direkt. Gëzuar, mirë se na erdhe të shija. Mirë se të gjeta. Më po vjen shumë mirë sepse herën e parë jemi taku në pranvert këtij viti në një event në Prishtinë. Edhe më pëlqeu shumë energjia e Gledisit, vëllai një po i njëjti ai që jete në videot e tuaja në rrjetet sociale. Shumë faleminderit. Unë dëshiroj shumë suksese ty. Faleminderit. Gjithashtu dhe ty. Suksese, hallo se ka nisë për ty. Pafsha me restoran. Amen. E ke ëndër? Sepse ka shefat kuzhinës që janë komod, punojnë në një restoran të madh, të njoftur, edhe janë rehat me atë pagesë. Sepse nuk e kanë atë guximin që të menaxhojnë pastaj një restoran. Cili tip jeti? Ose ndoshta janë dhe më rahat vetë, pra do të thënë nuk marrin gjithat gestion, gjithat menaxhim edhe nga një anë është edhe më mirë, nëse ti paguash mirë ashtu dhe merr një rrogë sa arrin edhe merresh me gjitha,
Okej. Mund edhe ta levërdise nga një. Hajde që kam një pyetje. Po që, Okej, sepse restorantin kur ta marrësh sot, ose du t'i rrish në kokë vetë, ose është shumë vështirë ta mbështetësh përpara. Okej, the rrugë e mirë. Në Itali, ke dëgju besoj se ty atje tashmë ti. Sa është një rrugë e mirë e një shefit kuzhinës? Që ti synon ta arrish. Që synoj të arrin. Në fakt nuk e di, domethënë sepse për të bërë shef sot janë bërë gjithë shefa, kupton? Edhe për të bërë shef sot do shumë punë. Do shumë përkushtim, do shumë angazhim, do shumë dëshirë për të punu, do shumë kreativitet. Edhe unë mendoj që të paktën deri në 30-ta du të eksperimentoj, të shëtis, të mësoj receta të reja dhe paktën të kem një farë bagazhi, pra domethënë mos nis, sepse në momentin që ti nis diçka tanën, je i bllokuar, pastaj të mësosh gjëra të reja sepse nuk mund të rish duke lëvizur. Domethënë i takon kategorisë që e sheh vetëm në restoran. Po pse jo? Pse jo? Pse jo? Në Shqipëri apo në Itali? Këtë nuk e di akoma, më thënë drejtën. Jo, këtë. Unë e di që ke më kthyer në Shqipëri. A shumë në? Po zhvillohet, po rritet dita ditës. Po shumë kuzhinjarë që kanë pas shumë mundësi janë janë këty kanë bë. Thjesht unë e kupton kur mësohesh ndoshta edhe në një vend tjetër edhe ke të vështirë pa kthimin këtej. Ja. Kalohet 20-tat. Po. Kalohet 20-tat. Kalojnë atë. Flasim më vonë. Okej. Djata jote e preferuar të që është risottoja. Edhe pastat, por risotton e ke ma gjanë. Po. Me pas mundësi edhe bukën e hanë me oriz. Të preferume, shiko, unë të preferume kam spaghetti me salcë. Pomodoro. Domate, pra 100% domate. Është një nga pjatat e mia të preferuara, pra domethënë nuk do ndrosha me asgjë në botë, as me wagi, as me. Okej. Domethënë po të më lësh ditë për ditë, mund ha dhe pasta pomodoro. Më përpara han 3 herë në ditë pasta apo 3 herë në ditë risotto? 3 herë në ditë pasta. Po, unë jam ka pasta, 2 atë dom. Unë 2 me 1, unë 2 me 1. 2 pasta, 1 risotto e ashtu. Është perfekt. Cilat pjata që e ke pas shumë vështirë ta realizosh, ke dështu, po ke tentu x herë dhe e ke realizu. Shiko, ne dështojmë shumë herë, jo vetëm një herë. Edhe në shumë pjata dështojmë, edhe po nuk i përsëritem asnjëherë nuk do i mësojmë vërtet se si bëhen. Kështu që kam provu një herë të bëj fileto alla Wellington. Okej. Edhe nuk më doli, me thënë të drejtën. Se s'to doli, ishte mish i keq? Ndoshta, po nuk e bëna mirë. Pastaj pas disa kërkimeve tjera dhe disa kështu e provova derisa më doli mirë dhe perfekte. Ndoshta radhën e parë gabova pjekjen, nuk e kisha pjekë siç dua. Okej, interesante. Mirë është kjo kur provon tenton në absolutisht ne do të provoj gjithmonë. Nuk do të nalet kurrë. Kë ke idol nga kuzhinierët botënor? Ke dikë që të ka shti ato xixat që kam dëshirë të bëhem si ky? Jo, unë nuk do të bëhem si kush. Okej. S'ka motivu dikush? Jo. Kush të futi në rrugën e gatimit? Kush gaton të shpi mirë? Gjyshja, mami, kojshia? Mami gaton të mirë. Tani duket tani që gaton ti që mami vazhdon gaton mirë apo jo? Se ka lidhje. Tani është pak më ndryshe. Ka ndru lojat, mami. Loja, mami. Po, ajo është e mirë në gjëna tradicionale. Patjetër. Çka çan mami? Hajde, çka ka diçka interesante Mirdita që ne di? Bukën e normës. Ajo buka normës është një bukë që përgatit mami edhe në fund e lyn me një vezë, i bën ato vizatimet me piru, kështu. Po pse s'na solle? Pra atë bukën vetëm me djathë ha. Po pse s'na solle? Mos ma lë shaj risottoja shikos. Kjo risottoja është si puna e paragjellës, sinqerisht, sepse recetat italiane janë të lehta me u gatu, po të lehta me u hangër, nuk të fryjnë. Nuk të fryjnë, vërtet. Pse s'na solle bukën? Ja, bukën radhën tjetër, pra. Bukën e normës. Ke përfunduar shkollën e gatimeve italiane. Ke synime ndonjë kuzhinë tjetër? Për shembull, kuzhina franceze, njëhet si një prej më të sofistikuarve në botë. Vërtet. Më të shtrenjta. Më ëmbëlsiran? Do më pëlqente. Në Itali apo në Francë për ëmbëlsira? Jo shkolla, po të ndiqja ndoshta ndonjë kurs interesant. Në kurs të mirë, edhe Francën gjithmonë e kam pas dhe unë pak, për më shumë për ëmbëlsinë. Sepse francezët i kanë shumë të bukura. Të bukura. Ndërsa italianët kanë këto kremat. Po, sepse francezët kanë një kuzhinë vërtet gourmet.
Gourmet. Kur themi gourmet, kam treçana edhe... Shumë. Kete pinceta. Po, me pinceta. Në details. Kurse italianët janë edhe ato... Se ne, njëjtë Tirana. Bëjnë edhe ato gourmet, po jo, kanë atë sasi. Pa tjetër. Ëmbëlsira e preferuar? Trileqja, o, dhe babës tani. Edhe unë po studioj një recetë që ta ndryshoj pak këtë trileqen, po s'po gjej një produkt. Cili produkt, që po të bëjmë? S'po di, po munohem, po të zavancoj karamelin për shembull. Okej, interesant. Pse po të pengon karamelja? Jo, s'po më pengon, po dosha me modifiku pak me sill, nuk e di. Provoj me çokoladë. Asu? Me na i reçen. Se jo, nështë. Edhe reçen, nështë, mund të. Po dhe, më është me ndryshu. Ja, pse jo? Më pëlqet trileqja shumë, se është shumë... Edhe e lehtë. A do jetojë në Kosovë? Më saktë në Prishtinë. Po, nuk kam qenë shumë shpesh këtu, nuk e di... Po qka shpesh një herë ka qenë shpesh? Një herë që kam qenë, nuk është se... Nuk di të them. Pra, unë nuk di të them a do të jetoj në Itali. Sepse jam shumë i pavenos si person. Anë edhe i rije, 20. Jam i ri, edhe kam desh gjithmonë të ndryshoj vende që ta shoh veten ku jam më mirë. Pa unë akoma nuk e di një vend se ku jam, vërtet më mirë. Anë Itali, në Shqipëria, në Franca. Besoj jam akoma i ri edhe kam akoma kohë ta zbuloj. Një vend. Qa do të bësh tani për festat e fund vitit? Po do vitin e ri në Mirdit, me familje, në Shqipëri, apo në Itali, cilat janë planet? Kemi edhe 3 javë që na ndajnë direkt tek fund vitit 2025, para se të shkojmë te festat. Ka qenë 2025 viti mirë për ty, apo 2024 më i mirë? 2025 nuk ka qenë fort i mirë. Po ama 2026 ka me qenë bomë për ty. Po, ka sa edhe një mesazh. Inshallah, fjala jote mbesh zotit. Pa, është viti yt. Është viti im 2000. Shpresoj mamen. Lëviz. Qaj në horoskop? Unë jam britsjapi. Nështë edhe qifzosh 2026, nësi dhije. Atë jo i herë. Pse? Je single? Po. Po pse jo mos ish në lidhje? Isha, po në tema, po. Më vjen keq. Kaloj? Kalon, po e kupton kur jemi të rinë, ndoshta disa gjëra nuk i menojmë si duhet edhe i marrim për të mirë qenë. E vërtet. Edhe pastaj kur kërkojmë përsëri ato të njëjta gjëra, nuk i gjejmë më. Po, ama kur kalojnë vitet mandej e kupton që s'pas ka qenë gjë. Ashtu? Po, krejt në përvojë është kjo. Shpresoj. Je, patjetër. Festat e fund vitit ku do ta kemi? Besoj tani kam disa projekte që do të vlerësoj këtu në Shqipëri dhe nuk e di më të drejtë. Projekte televizive, projekte me kompani, do jesh fytyra imazhi dikujt. Ndoshta fytyra imazhi. Do jetë produkt apo teknik? Jo, do jetë produkt, do me thënë që do jepet do me thënë të jetë një tip dyqani, diçka. Okej. Po akoma me thënë drejtë nuk e kam vendos. Po shpresoj që të bëhet, po shpresoj që do të vlerësohesh, të paguhesh, sepse shpesh na thirrjen bëhemi fytyra, apo në fund me centa na pagojnë. Faleminderit. Unë gjithmonë them, më mirë në shtëpi me pijame, shikus ha mandarina, nxehtë në 4 mure. E vërtet. Sa dalesh për pak. Po shumë më ftun mund të më bëni një imazh për diçka që s'po e them emrin. S'ka lidhje, mos e thuaj. Edhe donin që këto të më vendosin në një billboard, imazhin tim. Edhe nuk donin kundrejt asnjë pagese për afatet, vetëm fakti që këto po më vendosin në një billboard ishte. Po ki mu gëzuti, apo te se fytyra kompanisë. Ja, shumë faleminderit. Sepse po, ekzistojnë edhe tipa tjerë që thonë, shikus, më mirë pak se hiç, e unë jam me atë më mirë hiç se pak. Jo, edhe në vi kështu. Kënaqësi që të pata? Kënaqësi është e imja. Para se ta përfundojmë emisionin, ke provu të bësh byrek, bësh fli Kosove? Ne i themi flis, i themi laknuar, edhe ne bëjmë merena, nuk e bëjmë merena si që bëni ju nga këto, po ne shtrojmë merenet direkt shumë. Normal, kejt, njëjt ma ndej laknuar. Edhe atë e kam fiksim, vdes për ta, nuk është, e kam gatu shumë herë, dhe me thënë edhe kam pa mamin e babin kër e gatuin, sepse kër unë vin nga Shqipëria, bukën enorme, së flin, do t'jenë se s'dojmë në shpi. Që është, edhe byrek i kam ba gjithmonë, unë me mamin kër kam qenë i vogël e më men nuk arrija as ke tavolina dhe zgjasja durët me atet atë. Që kështu ka lind paka shumë edhe kjo. Nëse sa kemi shikus edhe nesër gledisin kështu, unë ta shetis në Prishtinë dhe kome qu me hangër fli. Super fli. Me zi po presë, me gishta, kena mu kënoa, fli.
Kur them fli-fli, o fli-fli. Okej. Do e mbyllim emisionin bashkë. Do mbyllim patjetër. Okej, tu shikues mos ndroni kanalin se kthehemi shumë shpejt për t'i dhënë fund. Të dashur teleshikues, mos e mbyllni kanalin sepse do të kthehemi pas pak për t'i dhënë fund. Gëz. Edhe kështu. Po plas edhe këtu. Kështu bëjnë italian. Okej. Një, dy, tre, gledit. 1, 2, 3. Ke flej, do flesh edhe një natë tjetër në hotelin më të mirë të Prishtinës shikues. Në hotelin Merkur. Merkur. Tani, me fjalët e tuja. Unë Jo pse e kam bashkëpunëtor Merkurin. Si ishte gjumi, si ishte mikpritja, për mua shikues është një prej hoteleve më të mira, sepse diaspora do të na vijë në Kosovë dhe ju sugjeroj edhe çmimet i kanë të vërtetshme. Isheni aty në booking dhe bindeni. Unë sa herë dhe herë isha super i uritur, që kam shku direkt, kam vizitu kuzhinën të parën. Hara disa pjatat mrekullueshme aty brenda, edhe më pas shkova, pushova një pak, divani, shtrati ishte për 7 polqefe, gjithë i shërbimi ishte perfekt aty, kishin dhe kafen, uqova, pive dhe kafe dhe pastaj u takova. Ja, ku jemi, knacish, kur shkoj në hotel edhe qa shopa, ki poster o relax, Relax, komplet. Unë po të falenderona nga zemra, e kam një shprehje që e thëm nga loqka e shpirtit zemrës, që ke marrë rrugë, sepse shikus ka ardhë vetë, vedisi ka vëzit vetë, edhe thësha mos shpejt të se po të ndohët diqka, edhe kur se bile tha kishin ra do gurë ande në kokë se diqka, ishë rotullu, ka prizreni, e zika kësha. Po erdha. Na knaqe, faleminderit të lumshin duart nga zemra, me të vërtet po të kishim edhe 2 pjata risotto dhe 2 pjata do t'i haja. Ty inshallah të shoh sa më nalt e me restorane, se kur po flas për rënqetna me të vërtet, sepse je shumë i ri, edhe të lumt. Të lumt, mos u ndal, me të vërtet shikues gjeneratat e reja sot 20-tat po jeni si 30-tat. Po si s'dukesh fare si 24. Komplimente dukesh më i dha. Ma ke thënë edhe kur i vi taku. A ta kam thënë? Po kur tash jam 24, unë univa shumë plak. Ja, u hap me arsye. U hap me arsye. Pas ka prapë dhurata. Zgjedhe, cilën dush? Pas në fund. Ja, risotto. Kapi risotto, shikoj. Voilà. Ja, të bëf të mirën. Salsa shumë faleminderit. Një që të bën salsa. Ja. Të bëfshin mirë kur t'i gatuash. Shikues, po du me i përshëndet gjitha ta që na mundsojnë realizimin e shijes anës që janë që Alberto Franke. Kemi Pontin, Moninin, Garov, Faloskotin, shumë produkte, kemi Flon Flower Shop, faleminderit Adelin për flokët dhe grimin, Adelin Selmani shikues e gjeni në Instagram. Faleminderit Argo Group me produktet atë, kemi dhe një super ven nga babuna, vere kuqe nga t'i kreshe. Unë me zispres ta shoh pastaj edhe pjatën që ta shoqërosh me atë, një risotto me rrush, shumë ide e mirë kjo. Dhe ta bësh me vezda, o me zi po pres. Ujë të pelenu i më i mirë shqiptar shikues të konsumojnë produkte vendore. Unë po them, thash që do të shkojmë nesër për fli, do të shkojmë në kafën më të mirë në Prishtinë. Atëherë, unë e hanga këtë risotto këtu, kështu që tani nuk do ha më, që të pres nesër që të kemi energji që ta sa më shumë edhe të provoj sa më shumë. Që shahon e flina, petë, vdiq smooth shikues. Kam një propozim, do ikim të pim kafe. Ta pim kafen më të mirë në Prishtinë. Ashtu, ha? Po s'pas bëreja, bre. Okej. Surprizë. Po, do ikim. Çfarë po të shikuesve? Shikues, së bashku kthehemi dielën tjetër me një tjetër super të ftuar. Për ndryshe, e përmendëm verën? Po. Javën e ardhshme kemi somelierën, e kemi një prej somelierëve më të mira. Ashtu? Në Shqipëri, Entelen do ta kemi këtu. Entelen kam pra. Do ikim tani kafe. Po çfarë të shikues se ti nuk kthehesh më, ha? Unë ju falenderoj shumë dhe ishte shumë kënaqësi për mua të isha në Kosovë për herë të parë në intervistë dhe një person kaq pozitiv si ti jam. Shumë faleminderit, ti je tepër pozitiv. Ti shijo anës vetëm të thuar pozitivun e them gjithë. Negativët X. A ikëm? Absolutisht. Ikem.